Të nderuar mysafirë, të nderuar kryesi, të shoqatës së invalidëve të luftës së Shqipërisë. Me lejen e emër të shoqatës së invalidëve të luftës së Shqipërisë dhe në emrin tim personal ta përshëndes dhe t'ju uroj mirëseardhje në mesin tonë komandantit të Akademisë së Mbrojtjes së Kosovës, General Major Rexhat Selimi dhe stafit të tij. Zoti General, është kënaqësi e vërtetë dhe nder i madh për neve që jeni në mesin tonë. Vizita juaj shoqatës së invalidëve të luftës së Shqipërisë, kësaj kategorie të cilët janë pjesë e gjallë e historisë së lavdishme kombëtare, është më tepër se respekt dhe nderim para shtypjeve të luftës në përgjithësi, ndërsa para gjakut të dëshmorëve dhe atyre që dhanë detyrë të trupit për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në veçantë. Të nderuar mysafirë, nuk është të tepër të themi se generali Rexhat Selimi është një personalitet ushtarak e politik me një histori të bujshme kombëtare. Vetë fakti që ishte një ndër themeluesit të UÇK-s, pjesëmarrës i luftës dhe udhëheqës i suksesshëm i betejave të lavdishme të UÇK-s, ish ministri i Republikës Liçërinë e Përkohshme të Kosovës, i shtojnë edhe me tej rëndësinë dhe vlerën të kësaj vizite. Prandaj vizitën e komandantit të Akademisë së Mbrojtjes së Kosovës, General Major Rexhat Selimi, shoqatës së invalidëve të luftës së UÇK-s e konsiderojnë, përveç si vizitë pune, edhe si përkrahje morale dhe për kujdesin ndaj atyre që dhanë detyrë të trupit për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa vetë u banë në barë e familjes dhe fëmijëve. Prandaj edhe një herë zoti general ju dëshiroj mirëseardhje dhe faleminderit. Tani e kthejmë fjalën kryetarit i cili do t'i mirëfilmojë historikun e shoqata ka statutin dhe programin e saj, të cilat janë aprovuar në kuvendin themelues. Antarët të këtij shoqatës, sipas evidencës që posedon shoqata, janë 750 invalid me përqindje të ndryshme të invaliditetit. Por ky numër ende nuk është përfundimtar. Shoqata përveç punës në qendër, aktivitetin dhe veprimtarisë i ka shtrirë në bazë, ku është mbuluar tërë territori i shtetit Kosovës dhe se në kuadër të shoqatës veprojnë me sukses 18 degë. Shoqata është person juridik dhe është e regjistruar pranë Ministrisë së Drejtësisë të Qeverisë Përkohshme të Kosovës dhe pranë UNMIK-ut. Qëllimi i shoqatës është përkujdesja shëndetësore, rehabilitimi dhe ndihmimi i invalidëve të luftës së UÇK-s me mjete financiare dhe materiale. Zgjidhja e çështës së banimit, arsimimit e tyre, organizimin e jetës kulturore, sportive dhe integrimin e tyre në shoqëri. Duke u nisur nga fakti se shoqata nuk merr mjete nga buxheti i Kosovës apo nga ndonjë institucion tjetër financiar kombëtar apo ndërkombëtar, dhe duke u nisur nga fakti se statusi i invalidit të luftës dhe dëshmorit të kombit ende nuk është zgjedhur nga Këshilli i Përkohshëm Administrativ i Kosovës, atëherë invalidët e luftës ballafaqohen në shumë vështirësi. Në një, deri më sot nga UNMIK-u, si administratë e përkohshme në Kosovë, e as nga ndonjë organizatë tjetër qeveritare apo jo qeveritare, vendore apo ndërkombëtare, invalidët e luftës nuk kanë gjuar asnjë ndihmë dhe përkrahje materiale apo ndihmë tjetër. Në ndër, po bëhen gati 14 muaj, që kur është vendosur në Kosovë administrata e përkohshme ndërkombëtare dhe deri më sot ende nuk është zgjedhur statusi i invalidit të luftës dhe dëshmorit të kombit. Në 3, po bëhen 14 muaj dhe ende UNMIK-u nuk është në gjendje ta formojë komisionin për lehtësimin e shkallës së invaliditetit. Në 4, po bëhen 14 muaj dhe ende UNMIK-u nuk është i gatshëm ta formojë komisionin për lehtësimin dhe dërgimin për shërim jashtë vendit të invalidëve të cilët nuk kanë mundësi shërimi në Kosovë. Në 5, po bëhen po ashtu 14 muaj dhe ende invalidët e luftës dhe familjet e dëshmorëve nuk e kanë të zgjidhur çështjen e strehimit, përkatësisht banimit të përhershëm. Ku shumë invalidë dhe familjet e dëshmorëve dinën e kaluan në tenda, ndërsa dihet fakti se ka individ që shtëpit i kanë shuar me qira dhe kanë uzurpuar nga 2-3 banesa shoqërore. Kto ishin disa nga problemet dhe vështirësitë e invalidëve të luftës të UÇK-s, por shoqata e invalidëve të luftës të UÇK-s ka dhe sukseset e saj. Shoqata e invalidëve të luftës të UÇK-s që nga themelimi i saj në 9 tetor të vitit 1999, përveç se në punën e saj është ndeshur me mjaft vështirësi dhe pengesa, ka arritur që në të kor edhe suksese. Si sukseset e shoqatës i konsiderojnë në një, që shoqata ka arritur të formojë degët në tërë territorin e Kosovës dhe të ketë nën kontroll dhe evidencë numrin e invalidëve, llojin e lëndimit dhe adresat e tyre, dhe nuk ka lejuar që të ketë shkapërderdhje të invalidëve të luftës. Në ndër, shoqata ka arritur që disa herë që ndajë ndihma invalidëve në pak ushqimore dhe pak higjienike, ndërsa pas të fundit ka arritur që të gjithë invalidëve të shpërndajnë nga nisën marka. Nga mjetet e dera në fundin e shoqatës, nga qytetarët dhe firmat private të Kosovës, për çka u jemi ne mjaft dhe i falenderojmë. Në 3,
Shoqata ka rrit marrëveshje me Bojën e Kokotit që të gjithë invalidët të rehabilitohen pa pagesë. Nën 4. Shoqata po ashtu gjatë takimeve që ka patur me Këshillin Përkohshëm Administrativ dhe shefin e saj tonë miku zotin Bernard Kushter, ka rrit që të sensibilizoj çështjen e invalidëve dhe të shprehë problemin e tyre para organeve kompetente. Nën 3. Shoqata për punën e vet dhe vështirësi që e preokupojnë, si dhe për çështje tjera aktuale për ardhmërinë e Kosovës, ka dalë në komunikat për shtyp dhe ka mbajtur konferencë me gazetarë, ku është njoftuar opinioni i brendshëm dhe ai ndërkombëtar lidhur me qëndrimet e shoqatës. Por shoqatën e invalidëve të luftës së SHK-s e preokupon edhe ardhmëria e Kosovës, përkatësisht situata tanishme aktuale në Kosovë, e veçanërisht pas nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit në mes të kushterit të Atenijës së Rrugovës. Sa i përket memorandumit, shoqata ka dalë me qëndrimet e veta pas të njëra në konferencën e bajtur për shtyp në datën 7 vitit 2000. Zoti General, ky është historiku i shkurtër i shoqatës së invalidëve të luftës së SHK-s. Ju falenderojmë për vëmendje dhe mirëkuptim. Nuk e marr aq protokolare sepse ndi veten në mesin e bashkëtarëve të mi, ndi veten në mesin e atyre që kanë dëshmuar edhe që po vazhdojnë të dëshmojnë se gjithmonë janë në baltë shumë sfida dhe në baltë shumë problemeve që ka pasur Kosova. Gjithashtu shoqata e invalidëve të luftës së shtrisën të Kosovës akoma po mbetet në stres, e cila vërtet nuk ka nevojë të mëshirë dhe tjetër, por ka nevojë për krahje dhe mbështetje. Për krahje dhe mbështetje e cila ndoshta deri diku deri në tani ka munguar për rrethanat e krijuara në Kosovë. Vërtet rrethanat e cilat janë tash për tash në Kosovë nuk i japin akoma vend të merituar shoqatës së invalidëve të luftës së shtrisën të Kosovës. Gjëja e cila duhet dyshmërisht të na prekupojë dhe të na angazhojë që të kemi edhe më afër problemet e tyre, të ndihmë në shpirë problemet tuaja. Shoqata e invalidëve të luftës ashtu si dhe shumë shtresë të tjera në shoqëri akoma nuk e kanë tretmanin e vet çfarë duhet ta kenë në shoqërisë. Edhe familjet e dëshmorëve, siç janë edhe luftëtarët e shtrisën të Kosovës që akoma kanë ndërsa sistemuar, siç janë edhe shumë luftëtarë të shtrisën të Kosovës jashtë vizave të Kosovës, si për shembull luftëtarë nga Maqedonia, luftëtarë nga Malizi, nga Presheva Bujanosi, të cilët akoma nuk gëzojnë tretman, akoma nuk e kanë vendin e tyre të merituar qoftë në shoqëri, po qoftë edhe në jetën publike, në jetën civile. Prandaj nikësisht kjo, edhe pse nuk është arritur deri në tani asgjë, krahasim me atë çfarë do të arritet, ka shi probleme dhe ka shi nevoja dhe ka shi asaj që meritojnë invalidët e luftës. Unë mendoj që duhet edhe më tepër të angazhohemi të gjithë, jo vetëm një subjekt ose një kategori njerëzve, po borxhin që kanë qytetarët ndaj invalidëve të luftës, spaku moralisht që japin një fillim të kuptuar që akoma nuk ka kushte për që invalidët e luftës të gëzojnë tretmanin e vet moral dhe trajtimin e tyre në shoqëri. Megjithatë, e di që nuk gabohem kur them që invalidët e luftës janë dëshmorët e gjallë të cilët kanë mbijetuar, sepse shumica prej tyre gjymtyrë që kanë varrosur nëse edhe trupin e kanë në jetë. Çka duhet të shëndan diçka më tepër këta që quhen dëshmorë, vetëm edhe jetën. Megjithatë, kjo na obligon në mënyrë më tepër se shoqata e invalidëve si avangardë për shtresë që akoma nuk kanë trajtim të dorë, të jenë në një plan të parë që është para faktorit vendas, që është një politika ose starak, por edhe para faktorit ndërkombëtar të jenë në një plan të parë dhe shqetësimet e tyre të kuptojnë në shpirt jo si një obligim formal. Nuk e ndi veten asnjëherë brenda një protokolli kur flas me invalidët e luftës, shumicën prej tyre kam patur shok lufte, për çka jam krenar. Shumica prej tyre janë qoftë shok të ngushtë, qoftë pjesëtarë të familjeve të dëshmorëve. Dhe kjo duhet edhe më tepër të na preokupojë neve si krahas invalidëve të luftës dhe familjeve të dëshmorëve, edhe ushtarët e shtrisën të Kosovës që kanë mbetur me kushte sociale shumë të vështira, qoftë nga Kosova, qoftë nga pjesë të tjera jashtë Kosovës, të keni tretman dhe shoqëria jonë vërtet ta kuptoj rëndësinë dhe ta kuptoj domosdoshmërinë që të kthejnë sy ka njerëz nga të cilët i patën në luftë, nga të cilët vërtet edhe shpirtin e pari i tash, të kjo kategori. Po megjithatë, edhe sot vetë puna që prej kryetare dhe kryesisë dhe përgjithësisht shoqatës së invalidëve të luftës
thjesht kuptoj që këta prapse edhe në këto kushte fizike, edhe në këto kushte sociale, edhe në këto kushte në përgjithësi politike janë vërtet po dëshmojnë që janë të gatshëm akoma me gjithë potencialin e vetë kontribuojnë të Kosovën. Kështu që ndjem vërtet i privilegjuar, ndjem i nderuar kur si me këtyre njerëzve në mesin e bashkëpunëtorëve të fëmijëve të këtu. Ju falenderoj për pritjen. Vërtet ka qenë një pritje e përzemët, ashtu siç e dëshirojmë. Zotë komandant, familjet të dëshmorëve dhe invalidët e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës kemi përshtypjen se kanë mbetur jashtë për kujdesit të nevojshëm. Ka është mendimi juaj? Mendimi im pajtohet me mendimin tuaj, sepse vërtet deri më tani invalidët e luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës akoma nuk kanë një tretman që i meritojnë të njerëz. Invalidët e luftës janë shtresa më e dëshmuar përveç dëshmorëve të luftës se të cilët duhet të ndihmohen. Po jo asnjëherë se ndihmat kuptohet si një moshë, si një mëshirë ndaj tyre, po një ndihmë dhe një përkrahje të cilën e meritojnë dhe të cilën duhet të japin patjetër ne jo vetëm si çelëke, por si shoqëri në përgjithësi. Deri më tani akoma nuk është bërë diçka konkrete, nuk është rregulluar diçka konkrete në favor të njohjes, në favor të përkrahjes, dhe mbi gjitha në favor të stabilitetit të tyre. Prandaj si shoqëri dhe si institucione në përgjithësi duhet që jemi me afër të njerëzve, duhet që të kuptojmë hallet e tyre që njëkohësisht si hallet tona, dhe problemi i tyre në përgjithësi të zgjidhet njëherë për gjithmonë, sepse deri më tani si shoqëri nuk kemi treguar që jemi të gatshëm dhe nuk kemi treguar në nivel çfarë duhet të tregojmë ndaj invalidëve të luftës, po ashtu ndaj shumë shtresave të tjera të cilët pas luftës kanë met një tretman të tillë jo të dënë, siç janë për shembull edhe familjet të dëshmorëve. Pastaj janë edhe shumë luftëtarë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, të cilët akoma kanë mbetur një tretman që nuk e meritojnë këtë tretman çfarë kanë, e meritojnë shumë më shumë. Pastaj kemi shumë luftëtarë të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që kanë ardhur nga listë të tjera, që nga Maqedonia, që nga Prisheva, Bujanovci, që nga Malizi, që nga Shqipëria, të cilët edhe në gjendje të tyre sociale çfarë janë, sikur edhe mos janë fare të lagosur, janë një citat që vërtet është dhe duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për institucionet që të bërë Kosovës, ose subjektia politike, por duhet të jetë një preokupim për gjithë shoqërinë tonë kosovare, sepse tani ne meritojmë shumë më shumë. Zotë komandant, cili është mendimi juaj? Pse po ndodhi kështu? Pse ka ndodhur kështu deri më tash? Mund kemi shumë hipokrizime, mund kemi shumë opinione, por megjithatë them se kjo është si pasojë e mosdjesës së publikut të Kosovës. Shteti i Kosovës ka nevojë të ndërtohet. Shteti i Kosovës ka nevojë të mbështetje. Shteti i Kosovës ka nevojë për gjithë qytetarët. Prandaj zgjedhja së tokës të Kosovës do të ishte zgjedhje edhe për gjithë këto shtresa që janë të goditura nga lufta. Por megjithatë, po shohim që kjo çështje po banohet. Ne duhet të gjejmë zgjedhje shumë të shpejta, zgjedhje shumë praktike që spaku moralisht të jemi afër tyre, që spaku mos jenë të fyer ose të denigruar në shoqëri, por përkundërzi të jenë të avancuar dhe të jenë të njohur, të mbështetur edhe moralisht, edhe financiarisht, por mbi gjitha të kenë vendin e vetë që meritojnë në shoqërinë e ashpër të Kosovës. Zoti kryetar, megjithatë kohën e fundit është bërë një sensibilizim i kësaj problematike. A bën që përshikuesit tanë të televizionit të prononcohen për çka është fjalë? Se për kjo shoqatës të invalidëve të luftës në Departamentin e Shëndetësisë dhe me insistimin e Zotit Hashim Paçe, si kryesuesi i Këshillit Përfaqësor Administrativ, që gjithnjë e ka potencuar çështjen e dëshmorëve të kombit dhe invalidëve të luftës pranë Këshillit Përfaqësor Administrativ, kemi arrit që të bëjmë hapat e parë drejt përmbushjes të kërkesave tona që i patëm gjatë protestave të 22 dhe 23 mart. Ne pasi që kemi arritur që të më në fund të nxirret një fond i posaçëm për dëshmorët e kombit dhe invalidët e luftës të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, prapë Këshilli Përkohshëm Administrativ dhe bashkëpunëtorët e Zotit Kushner kanë shkel mbi ato parime, duke e futur në atë fond edhe viktimat civil të luftës. Ne jemi për të ndihmuar viktimat civil të luftës, por
fondi i dëshmorëve dhe invalidëve të luftës duhet jetë i veçantë, se ato në çdo shtet perëndimor apo në shtetet ballkanike që janë krijuar siç është Bosnia në Kroacia, dihet se fondi për dëshmorët dhe invalidët është një fond i ndan në buxhetin shtetëror. E dyta, ne kemi insistuar që të nxirret dhe këtë ligje për statusin e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. Por zoti Kushner në të gjitha ato je munduar që të shtrëmbrojnë çështjen, pak se duke mos njohur dëshmorët e kombit dhe invalidët e luftës, se ai potencoj këtë çështjen se Kosova nuk është shtet. Ne e dim që Kosova ende nuk e ka shtetësinë, por populli shqiptar ka luftuar që Kosova të jetë shtet. Dhe ne invalidët e dëshmorëve, por edhe trupa ndërsa Kosovës, i tërë populli i Kosovës duhet të luftojnë në drejtim që Kosova të ketë shtetësi, se jemi popull më i lashtë në Ballkan, jemi popull autokton trojet tona, e këto dinë edhe Këshilli Përkohshëm Administrativ dhe zoti Kushner. Por ai duke tentuar që kështu të neutralizojë të gjitha strukturat të dalën nga ushtria shqiptare e Kosovës, ai faktikisht është duke humbur respektin në popullin shqiptar, e sidomos te invalidët e luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjëte është një shpresë se këtë problem ka filluar të zgjidhet dhe shpresojmë edhe ne se do të punohet pak më seriozisht nga kjo. Shoqata jonë është shoqatë jo shërbetare dhe apolitike. Por sa i përket çështjes kombëtare dhe sidomos çështjes të invalidëve të luftës, ne së bashku me strukturat të tjera të dalën nga ushtria shqiptare e Kosovës, edhe së bashku do të arrijmë që më në fund të hartuar dhe këtë ligje dhe të nënshkruar nga zoti Kushner. Faleminderit. Zoti komandant, me gjithatë shfrytëzojmë rastin të pyesjes cilat janë aktivitetet më të reja në Akademinë e Mbrojtjes. Dhe natyrisht shfrytëzojmë rastin që në emër të televizionit A ju uroj këtë post dhe ju dëshirojmë që të gjitha të mira. Në përputhje me planet dhe orëve që vijnë nga shtati i përgjithshëm, Akademia e Mbrojtjes Kosovës po i kryen ato me vërtet me perfektësi dhe një ndër planet prioritare që janë tash patundojshme të Akademisë është para përgatitje për të qenë edhe me të gatshëm që afati i jashtëm prej tetorit jetë afati i pranimit të kandidatëve të kursantëve nga të mëdheja që jetë sa më i gatshëm, sa më i përgatshëm përgjithësi dhe konform këtyre detyrave ne jemi gati. Kjo është aktiviteti që bëjmë tash i planeve. Po megjithatë, si Akademia e Mbrojtjes kemi aktivitete tjera dhe kemi nisma të tjera që qojnë të marrëdhëniet mes institucioneve, siç kishim para pak ditësh me Universitetin e Prishtinës dhe marrëdhëniet që kemi krijuar me Universitetin e Prishtinës, pastaj edhe me institucione tjera dhe sot si shifet ku kemi edhe një vizitë me shoqatën e invalidëve të luftës, një vizitë që ka karakter mbështetje edhe ka karakter të përkrahjes akoma morale ndaj invalidëve të luftës, ndaj kësaj shtrese që vërtet kanë vënë shumë çka. Në bashkëpunoni mirë edhe me KFOR-in dhe me institucionet e tjera ndërkombëtare, do të dim në çfarë shkallë është tani ky bashkëpunim. Bashkëpunimi me KFOR-in, sa përket anës tonë, është një shkallë të këndshme. Jemi të gatshëm, ashtu siç kemi mision dhe siç kemi detyrat të bashkëpunojmë me UNMIK-un dhe me KFOR-in, sidomos me KFOR-in, sepse vetë puna dhe karakteri i punës e bën një ndërlidhje të tillë, pastaj edhe me Jomen e trajnimin e kursantëve deri më tani, dhe nuk mund të qaremi që nuk kemi bashkëpunim me KFOR-in dhe me UNMIK-un, si dhe me Jomen. Bashkëpunimi po vazhdon në një trend të këndshëm. Krejtësisht në formë, çfarë kishte qenë mesazhi juaj? Mesazhi ndoshta do duket pak sa modest, po që jemi këtu në lokale të shoqatës së invalidëve të luftës, se i bëhet hija qytetarëve tanë. Ktheni syt nga këta njerëz, ka i kishëm shpirt sa të vjen në luftë, sepse këta njerëz ka nevojë për përkrahjen tuaj morale, ka nevojë për ndihmë shpirtërore, ka nevojë edhe për ndihmë financiare, pa asnjë ka nevojë për lëmosh. Ne si delegacioni Kosovës, Akademisë dhe një dhuratë modeste, një pikturë të piktorit akademik Idris Berisha. Me këto kushte
mendoj që sa do pak të japim një fikim të vogël, ose një shenjë të vogël nga Akademia e Mbrojtjes. Është një fiktore akademike, fiktore të kryetarishëm, që konsideron të kaluar ka kohë tonë.